Përshëndetje, Çuna Goca, mirë se erdhët në Money Hour në podcastin e Fast News Economy. Unë jam Aurora Sulçe dhe si gjithmonë jam me Ergis Sefën dhe jemi tek Universiteti Mesdhetar duke zhvilluar podcastin në radhës. Falenderojmë në fakt UMSH nga Universitetet Kryesore në Shqipëri që na mundson realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për të sjellë tek ju të dashur miq personazhe shumë interesante. Dhe në fakt jemi afër festave të fundvitit. Pak ditë në ndaj, në çfarë bëjmë në zakonisht në këtë periudhë? Bëjmë planin se sa shumë do dobësohemi vitin tjetër. Pasi që kemi ngrënë edhe kemi shtuar. Se duhet të djegim kalorit. Ti Ergis për shembull dihet që nuk vendos limite kur vjen. Fare, unë kam vetëm që shtoj kalorit se nuk kemi si ja bëjmë tjetër. Dhe gjithmonë e shtyjm planin për të hequr kalorit. Ashtu palestër, vrapti, hiç. Në mendje e kemi gjithmonë. Tani në mendje e ke ti, mos folëm shumë, unë për vete jam shumë. Në mendje e kam gjithmonë. Pastaj në realizim në jetë kismet, se nuk e di. Kë kemi sot? Sot kemi një nga trajnerët më të suksesshëm, personal trainer, për themi në anglisht më të suksesshëm, i cili merret kryesisht vetëm me VIP-a, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, dhe që bën ndër programet më speciale dhe më të mira që njihen sot për sot në Shqipëri në këtë tregun ton. Armira Govi është sot me ne, mirë se erdha Armir. Mirë u gjeta, faleminderit për ftesën. Tani ti ha pa limit kur vjen fundi i vitit, çfarë ndodh me një personal trainer natën e ndrimit të vitit. Ma bëj çik të mua pak. Unë servitem 11 muaj, që muajin e fundit të vitit të abuzoj pafund domethënë. Ai është shpërblimi i vitit. Pra 11 muaj jam korrekt, pastaj 1 muaj e lëshoj fare. Po në qoftë se e lëshon 11 muaj pa marrë muajin e fundit e ke ashtu. A jep efekt? Jep vetëm për 1 muaj. Si e ruajnë shqiptarët balancën ndërmjet të ngrënit, ndërmjet abuzimit, ndërmjet kujdesit për veten? Balancën e kanë shumë të vështirë ta ruajnë, pasi shqiptarët dihet që gatuajnë në shumë ndyrë. Byrekun e pëlqejnë shumë, ëmbëlsirat gjithashtu, kështu që balancën e kanë shumë vështirë për ta mbajtur. Mundohen, ka ndryshuar pak vitet e fundit, po akoma jemi shumë larg vendeve të zhvilluara. Ne quhemi një popull slim, domethënë to holl, apo quhemi një popull i shëndosh? Domethënë si është? Ne kemi qenë shumë slim, por rreth 5 vitet e fundit ka filluar të rritet shumë obeziteti, sidomos te fëmijët mosha 16 vjeç, mosha 18 vjeç. Kanë filluar në futjen e ushqimeve të procesuara, obeziteti është rritur. Shef që Covidi pra na paska dhënë dhe një efekt tjetër në shëndet, që nga faj Covidit, jo faj. Covidi ka bërë dy gjëra, domethënë, disa njerëz gjatë Covidit janë stërvit për 2 muaj rresht në shtëpi dhe kanë ardhur në super form. Po. Ka pas edhe njerëz tjerë që 2 muaj kanë abuzuar dhe s'kan rikthyer më kurrë siç kanë qenë. Jo, kemi stërvitur stomakun. Kemi stërvitur stomakun. Stërvitje është edhe ajo, po duhet me kujdes. Si çdo stërvitje. Pse kam pas përshtypjen që të paktën vitet e fundit ka një kujdes të shtuar për veten apo vihet në palestër sa për të bërë foto Instagram? Të drejtën, palestra janë hap shumë, njerëzit janë shtuar shumë në palestër, por jo për arsye shëndetësore. Në shumë si trend, në shumë si qef, jo për arsye shëndetësore. Kjo vëhet re në shumë të moshat që vinë në palestër. Janë kryesisht të ri, të cilët vinë për të kaluar kohën. Në palestra në Shqipëri nuk parashet mosha treta, mosha 60, 70 vjeç, 80 vjeç, që në Europë është komplet ndryshe. Unë kam 4 klientë online, të cilët i bëjnë në palestra në Europë dhe në Amerikë, dhe atje bëri diçka, sepse nga kamera shoh klientët që futen në palestra, edhe shoh shumë moshë të tretë, 70, 75, 80, të cilët stërviten. Tutë ne nuk paraqen, do të thonë për të mos thënë asnjëherë. Ndërkaq, duket sikur të trajnosh apo ti je personal trainer është ndruar në biznesin më të ri ose në trendin më të ri të bëjt biznese. Kam gabim? Po, ashtu është. Tashmë të gjithë po bëhen personal trainer, mjafton që stërviten 3 vite, pa studiuar anatominë, traumatologjinë e shumë gjëra të tjera, fiziologjinë gjithashtu, bëhen personal trainer, duke rrezikuar shëndetin e klientit, duke i dhënë një ushtrim gabim e shumë gjëra të tjera. Pra është bërë pak si biznes. Por që do bjerë edhe ajo. Mos ndoshta ka ardhur koha që ose mos do ishte më mirë që edhe për personal trainer zbatohej njëta, po themi,
politikë siç u zbatua për agjentët e real estate-it, pra që të ketë një formë certifikimi, licencimi që jo çdo kush që nuk plotëson kriteret ketë mundësi ta ushtrojë si profesion. Ka një farë, sepse supozohet që ti duhet të kesh mbaruar minimalisht universitetin e sporteve, po se mbaron universitetin e sporteve nuk do të thotë që je personal trainer i certifikuar. Ka shumë certifikime tjera që duhet bëhen. Pastaj sa më shumë certifikime të bësh, aq më i mirë do jesh. Por që tregu ka nevojë për një rregullim. Është faji edhe i klientave sepse vinë, marrin trajnerin, as nuk e pyesin. Ku ke studiuar, çka ke studiuar? Sapo do e pyesë, pra nuk është se interesohen për background-in e trajnerit. Po si gjejnë një personal trainer për shembull? Apo mjafton shojë në Instagramin e Instagramit, cilët janë shtuar shumë influencerët e Instagramit, dhe s'din ç'a bëjnë. Tjetra është që shkojnë në palestra. Vetë palestrat marrin trajner që nuk janë shumë të certifikuar, sepse i paguajnë më pak, kanë lëvërtinë e tyre, shohin si biznes. Ai shkon te palestra, pyet për një trajner, ato i sugjerojnë trajnerin edhe kështu shkon kjo punë. Shkon në zinxhir. Zinxhir, po. Sa paguhet? Mesatarisht, po. Për seanca, po. Nga 15 deri në 30.000 lekë për një seancë. Sa më shumë paguhen, aq më i mirë është apo jo domosdoshmërisht? Jo gjithmonë. Flasim për lekë vjetra që ta kuptojnë edhe pra 1500 deri 30 euro le të themi, 15-30 euro. Çfarë duhet të kemi parasysh në rast se zgjedh një personal trainer për te çmimit? Atëherë si fillim duhet të pyetësh për eksperiencën. Çfarë eksperjencash ka pas, me çfarë grup moshe, me çfarë problematikash, pasi secili klient ka problematika të ndryshme. Dikush ka një menisk qarë, dikush ka një shpatull që e ka thyer para disa viteve, do i kujdes veçantë. Duhet ta pyesësh për arsimin, duhet ta pyesësh për certifikimet ndryshe që ka bërë, për çfarë specifikash ka bërë certifikimin, a ka bërë fizioterapi, a ka bërë traumatologji, shumë gjëra të tjera. Mosha mesatare që ndjek këta të rinjt, po ka dhe mosha 30, 40 vjeç atëherë kur fillojnë le të themi edhe shqetësimet e para shëndetësore. Në thënë, në momentin që ti ke një problem shëndetësor, a trëmben dhe vinë, pra ne e shohim si një formë alarmi apo? Jo, nuk para vinë. Zakonisht shkojnë te doktori, fatkeqësisht doktorat tutë ne akoma nuk e kanë kuptuar që palestra është e rëndësishme dhe prandaj ka një mungesë të moshave të treta, se këtu do të kapen. Ka një problem të moshave që nuk vinë moshat e treta në palestër, sepse i thonë rrin në shtëpi, rru se do vritesh. Një kohë që mosha e tretë ka humbur shumë masë muskulare, pasi pas 40-ve masa muskulare fillon të bie. Rritet rreziku i osteoporozës, pra është dobësohet kocka dhe rrezikohen thyrjet e kockave. Ai duhet të forcojë muskulaturën që të mbrohet edhe nga rrëzimet, që nëse rrëzohet, muskujt do e mbrojnë kockën që mos të Pra, shumë mjek i thonë që rrin në shtëpi, mos lëviz. Një kohë që duhet jetë e kundërta, ato duhet të lëvizin më shumë se sa të rrit. Po, tutë ne As në moshën po themi 50 deri në 60 për të para pjesës së pensionit nuk ka aktivitet, nuk vinë edhe kjo moshë. 50-ta kanë filluar që të vinë, po janë kryesisht njerëz që janë marrë më parë me sport edhe kanë pasion edhe thjesht vinë. Po jo se vinë për arsye shëndetësore. Nuk para vinë. Kush është më i dedikuar dhe më i devotshëm në kryen e ushtrimit palestër? Do ishte një vajzë apo një djalë? Unë. Përveç Aurorës, Aurora është kampion. Unë jam e diktit. Nuk po flas për ato që e kanë varësi si droga, po flas për ato që vinë kryesisht, pra më shumë një djalë apo një vajzë? Kush shikon që është më i përqendruar dhe që e ka më seriozisht në afat gjatë? Në afat gjatë më shumë janë meshkujt. Meshkujt zakonisht e fillojnë edhe e mbajnë. Kurse vajzat shpeshherë shkputen pasi kanë frikë servisin pjesën e sipërme të trupit, jo do bëhen si burr, jo do e lënë një muaj që vjeri masa muskulare, po unë nuk paramerrem me këtë grup klientësh. Zakonisht i them ose do bëhet siç them unë ose vazhdo të gjej trajner tjetër. Në fakt është një gjë e çuditshme unë e vëre në palestër. Çunat që kanë këtë maninë të fryen sa më shumë. Ndërkohë që shef gjithmonë më pak trupa që mund të jenë fiber i themun, do nëse një muskul i pastër, i gjatë, i tërhequr, jo domosdoshmërisht këto format e jashtëzakonshme, që duken si jo natyrale. Kjo tek çunat kryesisht, ndërsa tek gocat është kjo që tha Ari, që stërvishtin pjesën e poshtme të trupit, vithet, sepse shohin këto modelet ndërkombëtare, ndërkohë që pak e din
që nuk mund të zhvillosh vetëm një pjesë të trupit, sepse vitja duhet të mbahet në këmbë, duhet të mbahet në fund shpinë. Që të zhvillohet fund shpina, duhet zhvillohen shpatullat apo krahët, apo e kam gabim. Do të thënë, si vjen kjo, thjesht i importojmë një kulturë të gabuar dhe ne po bëhemi konsumator të kësaj kulture dhe është kjo tipike shqiptare Ari apo e vëre edhe në qoftë edhe me klientët që ti ke në palestrat e tjera. Çfarë kupton? Do është tipike shqiptare, është në gjithë botën kjo mania e femrave që të servisin vetëm vithet, këmbët dhe asgjë tjetër. Por që në Shqipëri është më shumë, është në tepër, do të thotë, te ne është gjë e re akoma palestra, te ne akoma shihet palestra si luks, nuk është domosdoshmëri, nuk e shohin si mënyrë jetese. Por që është shumë problem i madh. Edhe te meshkujt që servisin vetëm pjesën e sipërme dhe jo këmbëve, sepse krijon disbalans muskulore. Duke krijuar disbalans muskulore me kalimin e viteve ti do kesh probleme. Pra ti mund të kesh këmbë të forta, vithe të forta, por nëse ke shpinën e dobët, ti do kesh dhimbje shpine, do kesh harkim të qafës së zemrës, nëse ke punë zyre, do kesh dhimbje mesi, do kesh shumë problematika tjera. Edhe në sjelljes të meshkujt, mund të jesh i fortë në krah, në shpatulla, po mbas 10 vitesh do fillojnë dhimbjet e gjunjëve, sepse shpesh që nuk e bajnë dot. Nuk e mbajnë dot artikulacionet. Por nuk kanë asnjë lloj informacioni të rinj që stërviten për këto rreziqe. Informacioni është, në 2025 është gjuna ftush s'kam informacion, po më shumë nuk duan ose nuk duan që ta besojnë, si femrat, si meshkujt, sepse informacioni është kudo. Po pse profesor, unë shoh shumë influencer dhe influencere që vetëm bëjnë reklamim të palestrave, të trupit tyre, të jogës, kanë filluar shumë tani këtë fundi si një formë alternative gjithashtu e ushtrimit. Më shumë ti këto e kanë do thoni për biznes apo e kanë të vërtet që e bëjnë këtë gjë për të mirën e tyre në radhë parë dhe pastaj për të mirën e tjerëve. Do doja që ti ishte për biznes, por fatkeqësisht e mendojnë ashtu. Edhe ky është problemi më i madh, sepse ai ajo e beson që është ashtu dhe e transmeton edhe tjetrit. Okej. Kështu shkon zinxhir pastaj. Të paktën nuk hiqen, e besojnë vërtet edhe atë që ata u thonë. Një pjesë e mirë ty na e besojnë. Ku shohim këto stërvitjet në Instagram, këta trupat perfekt. Edhe unë që merrem dhe kam qenë dhe ish gjimnaste, edhe mua ndonjëherë kompleksohem. Kam të drejtë? S'ke pse kompleksohesh, do të thonë Instagrami. Imagjino kur e bëj unë çfarë ndodh me pjesën tjetër. Instagrami është një fasadë, domethënë ka pozicione specifike që ty të nxjerrë trupin më të bukur, ka ndriçim specifik që ty të nxjerrë trupin më të bukur. Kështu që harrojeni ato transformime 6 mujore, 1 vjeçare për të bërë trup bukur, duhen minimumi 3 vjet, stërvitje rregull dhe ushqim i rregull. Përndryshe, pra ta theksojmë që nëse shikoni ato video që si ishte si u bëra për 6 muaj, nuk është se qëndrojnë përgjithsisht, se kemi parë ca video që janë si unë dhe për 6 muaj bëhen si Aurora. Dhe ke parasysh të videot që thonë ja si isha dhe si u bëra vetëm duke bërë ushtrime në shtëpi ose vetëm duke shkuar dyren. Dhe ti në atë moment ngre pikë pyetje dhe thua, po si është e mundur që gjithë bota pastaj është pjesa dërmuese, është obeze, nuk janë kështu. Ndoshta për 6 vjet, për 6 javë investim dhe nuk e bëjnë. Po pra, edhe 6 muaj, të bësh të ndryshosh ai shumë thua, hajde drejtë mori se po duroj 6 muaj. Atë shumë për 6 muaj bën të ndryshojnë vetëm një ish sportist që është stërvit gjatë gjithë jetës, ka abuzuar për 3 muaj, ka vënë pak bark, është jashtë formës tij, pastaj rikthehet edhe një herë edhe e arrit për 6 muaj. Po i sportisti është stërvit për 15 vjet para se bëhet transformimin 6 muajor. Po një fillestar që i duhen 3 muaj vetëm të mësojë ushtrimet, të transformohet për 6 muaj nuk ka shans. Pra është më shumë një çështje kulture, mënyrë të jetuari që duhet të jetë afatgjatë dhe jo thjesht për të bërë këto sprintet, le të themi disanore, sezonale. Pra, kush do të bëj trupin e verës dhe vjen në qershor e ka të kostë, është edhe një çudi të paktën që unë e shoh. Dhe që për njerëzit të cilët merren seriozisht me palestër kthehet në një ankth të vërtet. Stërvitja në periudhën e verës. Ti shkon dhe ke programin tënd që duhet ta ekzekutosh me sekonda, ndër minuta, nga seti në set, sepse ashtu është që ai ushtrimi apo jo arrit të ketë intensitet maksimal, dhe ti shikon në periudhën e qershorit, korikut dhe javën e parë të gushtit një bum. Kryesisht me të rinj që duhet presësh me minuta të tëra të të lirohet një vegël. Dhe thua ti në atë moment, wow, të gjithë po bëjnë trupin e verës për një muaj. Sepse duket sikur çfarë nuk kanë bërë do e bëjnë.
Në fakt, në sytë e një personal trainer i si është kjo? Ja, nuk e... Kur më vinë mua, më thonë që më vinë, më vinë në maj, e më thonë, du t'jem gati për korrik. Por edhe deri në korrik, ke përtum 2-3 cm në vetë, po aq, s'ke për të heqë barkun. Për atë barkun do fillosh sot, edhe të mendosh për verën e ardhshme që ta heqësh. Por që për 1 muaj, 2 muaj s'ka shans, as për 3 muaj nuk ka shans. Po, zakonisht, sepse kemi parë për shembull edhe video, apo edhe vetë kur shkojmë palestër, që shikojmë këto të rinj dhe të rejat kryesisht, të cilët mbarojnë një ushtrim një set dhe qëndrojnë aty tek makineria me celular. Dhe ndërkohë rrin nuk e di se sa minuta mund të rrinë domethënë celular dhe pastaj kujtohen që kanë setin tjetër, ndërkohë që ti pret radhën. Dhe ti mund mos tregosh aq i duruar, mund të thuash të lutem, e bëj me radhë. Bëj me radhë, po çfarë si me bezdivë asaj. Çfarë efekti sjell kjo pikërisht kjo koha e gjatë ndërmjet ushtrimeve, që të japin një mesazh gjithë atyre që vajzave dhe djemve që rrinë me celular në palestër. Përveç se kena të marrin inat ata që stërviten seriozisht. Fiks. Çfarë efekti jep në trup do thoja? Efekti është që ti muskuli është në gjendje pune në momentin që ti po e punon. Pastaj ti jep 3-4 minuta pushim, 5 minuta pushim, muskuli bën sërish në qetësi. Edhe nuk e merr në karkesën e dur kur ti kthehesh të bësh setin tjetër. Pra është sikur fillon edhe nga fillimi. Është do të bësh 100 metër rrap, të bësh 10 metër, pushosh 3-4 minuta, të bësh 10 metra të tjera, pushosh 3-4 minuta, nuk ka asnjë lloj efekti. Një efekt do ta ketë. Por që ne mundohena që brenda atij 60 minutit ti marrim maksimumin ushtrimit edhe stërvitjes. Këto që rrinë në telefon janë tipat që thonë nuk kam kohë për të stërvit. Sepse normal, si të rish në telefon do të shkoj 2 orë gjysmë stërvitja. Aurora e di mirë, ne për 40 minuta, 45 minuta i kena mbyllur të gjitha ushtrimet. Edhe me ndonjë muhabet në mes. Po, pra i kena mbyllur gjitha. Pra, që ta qartësojmë edhe një mesazhin, nëse do vërtet bësh palestër si duhet, që trupi të marrë ngarkesën dhe pastaj të ketë efekte më shpejt, po dhe më afatgjata, më të qëndrueshme, do duhet që të jetë brenda orës ti ke shkryer gjithë ato ushtrime që të cakton bashkë me trajnerin dhe ti ekzekutosh si duhet. Po, ti je fokusuar në muskull, pra shkon, bën nxemjen, stërvitjesh, bën stretching edhe e mbyll stërvitjen match. Kështu edhe nuk e justifikim tush, jo po s'kam kohë. Edhe këtë që brenda 60 minutave, po themi 60-70 maksimumi. 50 minutave. 50 është maksimumi. Mesatarisht në shkon një seancë stërvitje me Arin, sepse Ari është personal trainer i. Dhe shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur me punën që ke bërë dhe kjo është arsyeja që ftova në podcast, jo sepse je personal trainer im, por sepse je njeriu besoj që je i duri për të dhënë mesazhet dhe një nga më të mirët në fal eksperiencës dhe ke punuar dhe me VIP-a në sensin e me njerëz cilët realisht kanë pasur probleme me peshën dhe sot janë zhndruar në njerëz sportiv, që ka tregon një sukses edhe individual të atyre, por edhe tëndin si profesionist, dhe ditë nga eksperjenca ime që më shumë se 20 minuta, 45 me pesha, ne nuk në shkon. Ama rastet e rralla unë e prek telefonin, Ari e di shumë mirë, dhe madje orari imi i stërvitjes është në një kohë kur unë i kam mbyllur takimet, dhe e di që në atë një orë nuk do kem shqetësime. Do të thënë, dhe i them Ari gjithmonë që e lë këtë orën sepse e di që nuk do më bjerë telefoni në këtë kohë. Pra fokusimi mendjes dhe i trupit në ushtrim për atë orë që duhet të jesh. Nëse nuk je me mendje ti nuk arrin dot që të funksionosh mirë dhe fizikisht. Sepse pikërisht shpesh herë Ari thonë që po mos ka rëndësi ka të lëvizë muskulin, ndërkohë që mendje mund ta kesh diku tjetër ose mund ta kesh qoftë edhe në celular, pra. Mjafton që të bësh atë ushtrimin, të ngresh atë girën apo cilin do ushtrim bësh. Në rezultati do e kesh. Thjesht nuk do i marrësh maksimumin ushtrimit. Pra si thash më parë, ne mundohena që brenda 60 minutit i marrim maksimumin ushtrimit. Sepse shef shumë persona që janë në telefon, ndërkohë bëjnë ushtrimin e këmbë, lëvizin. Apo ta bësh ai as nuk e ndjen si ushtrim, as nuk e di çfarë po bën domethënë, as nuk e sheh teknikën e vet si po e bën, as nuk e di sa pesh po bën, as gjë, thjesht po lëviz. Është më mirë se sa zero, mos bësh asgjë. Por që nuk e merr atë maksimumin e ushtrimit. Këto persona që bëjnë ushtrime të këtë formë, pra që janë në celular apo pa vëmendje, a ushtohet rreziku dëmtimit? Po, i ushtohet. I ushtohet sepse mund të ketë një peshë që se kontrollon dot, edhe një lëvizje e gabuar është çështje sekondi pastaj. Mund të kesh shumë probleme vesh, një rreqe të vogël muskulare, një traumë në artikulacion, mund të kesh shumë probleme. Ari,
Si ke parë ndërhyrjet kirurgjikale që bëjnë kryesisht vajzat te pjesa e vitjeve dhe pastaj kombinimin me palestër? Janë ashtu shumë ndërhyrjet. Problemi nuk është problemi se bëjnë ndërhyrje. Problemi është mos thonë që e kanë bërë me palestër, sepse ne e dim shumë mirë kur e bëjnë me palestër, kur nuk e bëjnë me palestër, domethënë. Nuk nëse je trup i vogël, je peshë e vogël, nuk mund të bësh vithe kaq. Se këtu na vin domethënë 50 kg me këmbë të holla dhe vjen me vithe kaq. Edhe thotë i bëra për 3 muaj. Që ne e dim shumë mirë për 3 muaj, që edhe as për 3 vjet nuk i bën dot se muskuli e ka një limit sa do rritet. Unë sa do të mundohem nuk e bëj dot krahun kaq. Edhe muskujt gluteal që janë të vitheve e ka një limit sa mund të rriten domethënë. Do shkojnë deri i far masa dhe aq. Pra mund t'i bësh më të bukur, mund t'i bësh më të rrëmbëllakosur, absolutisht nuk mund t'i zmavdosh. Nuk e shton dot masën pra. Nuk e shton atë shumë. Pastaj kur fillojnë që i kanë bërë dhe me palestër dhe i ekspozojnë kanë bërë me palestër, ti thua, pas ka një problem me mua. Eksakt, për 3 muaj 6 muaj thua drejtje e mori, po i bëj. Unë përpiqem t'ua shpjegoj gjithmonë kush më shkruan apo kush më pyet edhe në ambientet publike ku jam, që më thonë që po si është e mundur që nuk bëhet, ose si ka bërë filani apo ne them nuk bëhet. Nuk bëhet, duhet kuptoni që ka një limit edhe pjesa e kapacitetit, plus që muskulatura Ari di më mirë, është individuale, siç e kam unë, Ari e ka ndryshe, Risi e ka ndryshe, dhe për te gjenetikës, sado që stërvitja ty të ndryshon, të ndihmon që ti mund ta ndryshosh deri në një pikë gjenetikën, por nuk të ndryshon tërësisht. Nuk e ndryshon dot domethënë, ti arrin maksimumin që ty të lejon gjenetika. Ne atë mund të bëjmë. Për te saj ne nuk dalim dot. Gjithmonë flasim në mënyrë natyrale, pa marrë pjesën e steroideve, hormoneve dhe gjërave të tjera. Ka abuzim? Dhe kur flasim që merret protein, merret kreatin, nga të kuptojmë kush është i dëmshëm dhe kush nuk është. Çdo gjë që e kanë në suplement nuk është i dëmshëm. Është supply pra. Pra është diçka një shtesë ushqimore, siç femrat marrin hekurin, sepse kanë shumë mungesë hekuri, është suplement hekuri. Ashtu është edhe vitamina D, cilët e marrin kush ka mungesë vitamine D, e njëjta gjë edhe proteina, kreatina, aminoacide dhe tjerë. Pastaj janë pjesa e steroideve, ato janë vete, të cilat jepen normalisht duhet të shiten në farmaci pa rekomandim mjeku, sepse ato steroidet kryesisht përdoren për probleme të ndryshme shëndetësore. Por që ka abuzim shumë, ka dhe abuzim me termin, domethënë, i fusin si steroide dhe proteinat, kreatinat. Shumë njerëz vinë pyesin ata pi, mos ta pi. Jo nga kreatina bin flokët, se shumë tha i berberi që po çet poshtë, apo kupton, po ç'lidhje ka berberi, e diun më mirë se s'ka berberi. E kupton që ka shumë latrinë në këto. Dhe nuk marrin dhe informacion, në kushtet që ke një akses kaq të madh të informacion. Nuk marrin domethënë, edhe kur marrin, ai beson më shumë berberi, që berberi i ka thënë një klient që ka shkuar aty, që klienti i tij kishte një kushit që ka marrë kreatin, edhe kishte thënë ka rënë flokët edhe shkon kështu. Por ama ka dhe raste specifike, ka dhe raste specifike për shembull që në trupa të caktuar, ndoshta dhe proteina apo kreatin që konsiderohen suplemente të testuara, botërisht janë të mira, mund mos t'i pranoj trupi. Ideja është që çdo gjë e tepërt shkon në kërkesë të veshka, sepse veshka është ajo që bën filtrimin. Pra, edhe sikur tash shumë krip te veshka do shkojë, do rrit rrezikun në gurëve në veshka. E njëjta gjë me çdo gjë që fut trup, si kreatina, edhe kur përdorin suplemente, do duhet që të kemi parasysh një gjendjen tonë shëndetësore. Pra, shikojmë, nëse kemi një problem me veshkat, po themi dhe e dim që e kemi, nuk duhet ta kemi masën me një masë të menduar mirë, le të themi. Ose me mëlçin, ose me Pra, por nëse ke probleme me veshkat, nuk është problemi vetëm të proteina, s'vjen e keqja nga proteina. Ja, për çdo gjë, patjetër. Edhe me kripën, me të gjitha gjërat duhet të kesh kujdes nëse ke problemin e veshkave. Gjithmonë proteina merret kur ti e shikon që nuk e merr dot atë sasi me ushqim. Nëse ti e merr me ushqim, çdo gjë që fut trup është shtesë. Aty është pjesa që veshka merr ngarkesën. Sepse i merr trupi atë sa duhet. Pra, Aurora, jo të marrësh proteinë dhe të hash fast food. Kjo është ideja. Unë nuk di se sa vite kam që nuk ha fast food. Madje tani edhe njerëzit që ha fast food. Ma mëso dhe mua sekretin që ta dim. Aq shumë podcaste kemi bërë ne të dy bashk. Aq shumë të kam folur ty për palestrën, të frymëzova të shkoje një herë, bëri dhe abonimin. Kështu apo ke thënë vërtetë. Po, vërtet është. Dhe një herë më shkruajti nga palestra, tha,
më bëre të shkoj në palestër, po aq ishte. Një ditë dhe të mendosh që ka qenë një sportist. Kjo është e pafalshme. Me punë, me përpjekje. Kjo është e pafalshme. Me përpjekje. Mos e djoni ju duhet shkoni në palestër. Ari, kush ka më rëndësi dhe si duhet gjendur balanca ndërmjet ushqimit, palestrës, gjumit? Se thonë, mjafton vesh palestër dhe mund të ha çfarë të dua? Ja, shumë veta vejnë palestër që të hajnë çfarë të duan, por do rendisja ushqimin si fillim, edhe 70% e punës së ushqimit, pastaj stërvitja. Normal edhe gjumi, diskutohet që 7 deri në 8 orë duhet t'i kenë gjithë. Pra gjumë efektiv, tjetë gjumë i mirë, jo të flesh në 2 mëngjesit e zgjohesh në 10. Domethënë, duhet bëhet ai cikli i gjumit. Pra 11 me 7. 7 është perfekt. Zgjohesh 7, ke ditën përpara, i bën gjitha siç duhet. Dhe vetëm kur arrin të balancë, si realisht shikon pastaj rezultate. Në momentin që prishet një nga këtyre balancave, ndikon te performanca e trupit. Ndikon te performanca në stërvitje, ndikon edhe te rezultatet. Shkojnë bashkë, kur s'ke performancë i stërvitjes, do kesh as rezultate. Tani baklavan e vitit të ri duhet ta ham marrë? Duhet ta ham, gjithë duhet ta ham. Kemi punuar 11 muaj. Gjithë duhet ta han baklavan e vitit të ri, pa u ndjer keq, jam ti ergis nuk duhet ha shumë, domethënë. Unë do ta haj me mendjen që pastaj vitin tjetër do unë nuk jam ai trajneri ekstrem. Unë gjithmonë i them mbane balancën, sepse po mbajte balancë, do e mbash për gjithë jetën, domethënë atë. Sepse po ndete përveç Aurorës, që e mban gjithmonë dhe s'kam jo fëmijë. Madje Ari më thot çdo të hën kur ne stërvitemi. E ke prishur dietën ushqimore i gjatë fundjavës? Jo, i them. Si jo? Unë i them prishë në herë, po prishë në herë. Jo, nuk ndos, i them. Heu. Si shkodranj që është heu. Pra, ka rëndësi shumë balanca. Sipas statistikave është vërejtur që kush mban një dietë mirë për çfarë javë, një javë prish e mban për më shumë kohë, mund ta mbajë edhe gjithë jetën ashtu, sepse atë fundjavën ose ditën e tjetër e shef si një shpërblim. Han një picë dhe ka shpërblim që gjithë javën e ka mbajtë mirë. Po kur themi do të jesh perfekt gjatë gjithë javës. Por ama kur themi që e prish është mos ulesh me alkool edhe t'ja lëshosh, domethënë se jo cheat day. E tha një pizza. Një pizza ose një gotë verë. E saksoj unë këtë, se është e rëndësishme, se do thonë e tha profe. E tha profe që shkon natë, gjithë natën zgjuar edhe shoj gjitha. Almira Govi, ishte kënaqësi që të kishim në Money Hour. Astia ishte imja, shumë faleminderit për kënaqësi. Edhe të presim sërish, kur filloi 2026, atë na tregon VIP-at stërviten njerëz se mbeti merak mua. VIP-at, po, stërviten mirë dhe janë shumë të rregull. Mos shif mua. Ti një atë. Po që janë, kryesisht janë të rregull. Ti u sqarove Ergis? E qartë, do haj baklavan dhe pastaj do fillojmë vitin tjetër. Ajo se ta trajneri, ha baklavan, shijoj. Kështu që unë kam në Kadaifin më shumë fakt, po aty shkojmë Me sherbet, me arra, me gjitha. Ata tani. Edhe verën nga mbrapa, edhe Gëzuar, pikërisht gëzuar. Të dashur miq, ky ishte Money Hour, bashkë do të shihemi sezonin e ardhshëm. Mirupafshim. Mirupafshim.